A ki punu diçka tjetër përveç judës? A e marrën që ato zbastina me nëjse një? Po, në fakt, na si familje bojmë biznes. Në moment vllau i tret, jemi 3 vëllezër. Në moment ata 2 vëllezërit ty e diskutun me zveti, kanë thonë që Toni është bo pak budall, se po merret vesh me judo. Dihet që në sportin e judos të mira materiale s'ka pas, as pak. Po nuk e kanë tradit në as. As tradit, po edhe shteti ka dalë prej luftës. Fakt, jo vesh judo, as një sport s'ka pas përfundimit, kështu që të gjithë njerëzit dihet që mbas përfundimit luftës janë kthy jetës me jetu, me punu, me gjallnu, që thojmë në NBA. Unë ju marr jashtëzakonisht shumë me sport, ndoshta më shumë se që duhet, nëse këshyret ajo pjesa materiale. Por e kështi lopë që me kështu sa pari keni shti familja juj? Po është investu jashtëzakonisht shumë se edhe palestrën e parë që e kemi bo, që aty në fakt ku janë rrit 3 kampionet tona olimpike, është investim i familjes tonë, edhe përveç kësaj gara përgatitje. Ndoshta shteti ka fillu me përkra seriozisht ndoshta dikur ma vonë, kur Majlinda është bo kampione botërore për juniorën, që atë kohë na kemi fillu ndoshta kemi të përkrahur pak ma seriozisht, po deri që atëherë shumicën e garave dhe përgatitjeve i kemi mbulu vetë.